Kryebashkiaku i Rogozhinës Edison Memolla është dënuar sot nga gjykata e apelit e krimeve të rënda apo gjykata e posaçme me 1 vit burg. Në momentin që është dhënë vendimi nuk ka qenë prezent i dënuari zoti Memolla, megjithatë deri në këto momente ai nuk është paraqitur vullnetarisht pranë drejtorisë së policisë së Rogozhinës apo pranë drejtorisë vendore të policisë së Iran në mënyrë që të bëjë ekzekutimin e urdhër ndalimit, ekzekutimin e këtij vendimi ku e ka dënuar atë me 1 vit burg. Mbetet për të parë se çfarë sjellje do të ketë zoti Memolla në vijim, a do të ndjekë ai rrugën ligjore për të kërkuar pezullimin e ekzekutimit të këtij vendimi, duke qenë se është kryetar i bashkisë Rogozhinë dhe është i zgjedhur nga qytetarët e Rogozhinës, apo do të zgjedhë që të aratiset. Kjo ngelet në të ardhmen, ngelet në vijim, se çfarë zgjedhje do të bëj kryebashkiaku i Rogozhinës zoti Edison Memolla. Megjithatë, çdo e drejtë i takon atij dhe askujt tjetër.